Bukuroshet e Miss Globe 2012 janë njohur me vlerat e veçanta të historisë, traditës dhe kulturës shqiptare. Të shoqëruara nga regjizori dhe producenti Petri Bozo, bukuroshet e ardhura nga e gjithë bota kanë bashkuar në Muzeun Arkeologjik të Tiranës në të njëjtën kohë antikën, modernën dhe traditën shqiptare. Regjizori Petri Bozo tha se ky është një rast i mirë që nëpërmjet këtij muzeu vajzat të kenë mundësi të njihen më shumë rreth historisë së këtij vendi. Gjatë shpjegimit të tij, drejtori i Institutit Albanologjik Shqiptar, Ardian Marashi, është ndalur tek veçantia e gjuhës shqipe. Për ne ishte një rast i mrekullueshëm për të bashkuar bukurinë antike me bukurinë moderne dhe me bukurinë tradicionale shqiptare. Shkurtimisht, diçka fare pak për gjuhën shqipe. Është gjuhë krejtësisht e veçantë, nuk e flet asnjëri tjetër në botë përveç shqiptarëve. Gjatë kësaj vizite, miset e veshura kuqezi janë surprizuar nga historia e pasur dhe antike e popullit shqiptar. Ato kanë shijuar të gjitha objektet dhe fotot e ndodhura në pavionet e periudhave të ndryshme. Kujtojmë që na ndajnë edhe pak ditë nga show i madh i edicionit të Miss Globe 2012, i cili këtë vit mbahet në qytetin bregdetar të Vlorës në datën 10 nëntor.